Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një prej ligjeve të Allahut në konfliktin, përplasjen mes të vërtetës edhe të kotës është edhe ky fakt. Nuk ka fitore pas provë dhe nuk ka siguri pa qenë të friksuar maksimalisht paraprakisht. Në betejën e Hendekut, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u erdhi shpirti në fyt. Pse? Sepse nga jashtë i kishin idhujtarët arab në aleancë, edhe ata sulmonin nga jashtë. Nga mrenda kishte koalicion mes munafikëve dhe hebrejve, ata sulmonin nga mrenda. Këtë ditë, të gjithë këta që sulmonin nga jashtë dhe nga mrenda, kishin vendosur bast se këto janë ditët e fundit të Islamit. Mirë, po çka ndodhi? Nuk kaluan 10 vjet derisa shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sulmonin pallatet, bazat, qendrat e dy perandorive më të mëdha në atë kohë, atë romake dhe atë persiane. Andaj, ma e mend, kjo fe ka me mbet. Andaj mos u qetëso ti hiç për këtë fe. Kjo fe do mbetet dhe do vazhdon të zgjerohet dhe të triumfon. Ajo që ti duhet brengosesh për te dhe të qetësohesh është cila është pozita jote në këtë konflikt mes të vërtetës dhe të kotës. Cili është shërbimi yt, cili është angazhimi yt, cilat janë projektet e tuaja, cilat janë mendimet e tuaja, cilat janë veprat e tuaja. Këtë gale maje, ama mos e maj galen e Islamit. Kjo e themi për Islamin përgjithësi dhe atë që ndodh në Palestinë dhe Gaza tani në veçanti. Dhe kështu ne kemi pa shqetësimin e muslimanëve edhe luftën e parë të Afganistanit vitet e 80-ta, edhe luftën e dytë e kemi pa edhe në Irak, në Somali, në Siri, në Çeçeni, në Bosnjë, në Kosovë dhe krejt vendet e botës aty ku luftohet me zullum, zullumi ka më poshtë, ka më zmbraps. E ata të shtypurit që kanë të drejtën dhe janë me të vërtetën, ata kanë me triumfu. Mund të merr kohë, mund të merr sakrifica, mund të ketë masakra, mund të ketë gjenocide, ama përsëri popujt liridashës, popujt vendas, popujt që luftojnë për tokën e vet, për besimin e vet, për ideologjinë e vet, ata kanë me triumfu. Allah i madhëshëm u dhash fitore muslimanëve në Gaza dhe i shkatroft agresorët sionist dhe këtë ata që u ndihmojnë atyre në çfarëdo lloj mënyre të mundshme.